Partia Socialiste e Qarkut Fier ka reaguar lidhur me arrestimin e një personi që kërkonte të blinte vota për Partinë Demokratike në Lushnjë, me anë të kandidates për deputete të Partisë Socialiste, Kiduina Zaka. Partia Socialiste nuk komenton asnjëherë çështje të cilat janë nën hetim nga organet e drejtësisë. Por sot jemi të detyruar të reagojmë për shkak të një deklarate të rreme dhe të ulët të Partisë Demokratike Qarku Fier, po aq të ulët sa edhe veprimet e tyre. Partia Demokratike përpiqet të mbulojë të vërtetën lidhur me arrestimin e një personi, i cili kërkonte të blinte vota për Partinë Demokratike, duke akuzuar policinë e shtetit për skenare të organizuar. Kemi marrë dije sot nga mediat se policia e shtetit ka njoftuar zyrtarisht se pas një kallëzimi të bërë nga një shtetas banor i Bashkisë së Lushnjës, ka arrestuar Marin Lekajn, 38 vjeç, banues në njësinë administrative Hyzgjokaj të Bashkisë Lushnjë, i cili i ka premtuar dhënien e një shumë parash shtetasit kallëzues, duke i kërkuar të votojë për Partinë Demokratike dhe i ka marrë atij kartën e identitetit. Të kapur në krim elektoral, drejtuesit lokal të Partisë Demokratike Fier përpiqen të heqin përgjegjësinë nga vetja, duke hedhur balt mbi të tjerët. Por shqiptarët e dinë mirë se kush janë ata, që për të arritur qëllimet e tyre të mbrapshta, janë gati të vrasin edhe njerëz siç ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara.